Dhe tani, Enkel Demi, Greta Tugani dhe Glen Leknori sjellin Kape Renën. Dhe be mamin 3 herë pa mor frym. Be. Qohuni dele! Apo Jo, nuk është ky momenti, ti vjen gjithmonë e frymzuar nga një tjetër redaksi apo jo, në fakt kjo është një vegetariane. këngë që disa miq të mi të cilët luajnë Metal Underground e kanë realizuar të këngë. Metal Underground. Si po kthehet në shqip? Dhe nuk i kam miq madje, i kam më shumë. E ka lezet, më pëlqen. Domthon Underground i Bodrumit. Është skena Underground. Domethënë I ke më shumë se miq? Ti ke më shumë se miq. Kam parë disa foto vërdall. Dakor. Flini bashkë në Bodrum do? Madje Kili ma tregoj. Po, patjetër. Metal Underground. Por nëse e kemi nisur dhe për sot, dhe sot është ditë historike, sepse Perché? ai i dha crown, ajo i futi crown. Po. Zbriti shkallën e parë, të dytë, të tretë, të katërt. 5-7-9 fan çup dera. Po lajmi nuk është ky, lajmi është që të gjithë ministrat ton mallëngjyen ministra italian me italistën e tyre. Wow. Ky është lajm, s'kishte për kthyes pra. A nuk kishte për kthyes? Ne kanë folur gjithë italisht. Ta Meloni nuk këndodh. Mos ketë për kthyes, të gjithë të thanin pitën italisht. Dhe kjo nuk është Kape Renën. Po ishin bukur? Po kujta. Bare flasin italisht në mënyrë ekselente. Se ti e merr vesh të punë. Piro vëngu si e fliste italisht. Me theks grek normalisht. Apo tani, ministri i mbrojtjes. Ta nuk ke komisioni ti me syze tha. Ti syzja. Po nuk është budizim. Domethënë do kemi kohë kur vendosen të ligjet e reja. Deri tani jemi akoma kështu pending. Në këtë moment nuk është budizim. E dëgjova atë punën e Cristiano Ronaldos, i cili na pas ka dalë në intervistë dhe dashka këto marrëdhënie tradicionale, gruan tradicionale. Që ti bëj punë të shtëpisë, që të kujdeset për veten, për atë e kështu dhe ky thot burrat nuk din të bëjnë mirë punë të shtëpisë. Na tregoj çik eksperiencën tënde për 10 sekonda. Ky fiton aq lek, domethënë, e bën ky burrë në shtëpi. Ai blen punën të shtëpisë, ai blen eksperiencën. Po ty Çfarë? Unë nuk jam një grua tradicionale. Kush të lan ty? Kush të shplan ty? Kush të gatuan ty? Vetja ime sepse jam një grua. Ti vet lahesh, vet shplahesh, vet kënaqesh, vet ha, vet vishesh. Gjitha vetëm, gjitha vetëm. Për 12 sekonda sepse jemi në një javë shumë të rëndësishme. Po ti ndroher këtë bluzën për jot. Jo, është blu. Është blu. Më thuaj një koment të shkurtër për zgjedhjet vendore. 14 sekonda, jo 12. Për këto pesta, për këto pesta. Faleminderit. Po sa ironike se tani e mendova këtë pjesën 5, që ata dinin gjithë kohës me këtë fituan. I mori kryeministri ke podcasti dhe i tha ti sa, unë të the 5, aq mori. Po ti sta aq mori. A më le tash je vure do. Po ti se ke podcasti merr vetëm të vetët. E di pse po flas ose nuk na dëgjon. Nga që është në Itali. Domethënë ai bën reklam të vetëve. Nëse kryeministri, kjo është Kape Renën, ai si bën vetëm të vetëve. I bën dhe atyre të tjerëve. Po pra njëherë ka marrë mirë dhe Hermonelën, kurse të tjerët i ka ministri këtij, ministri kësaj, ministri këtij, ministri kësaj. Po opozita pse s'merr në herë valla. Po s'ka ministra. Edhe në podcastin ton marrin vetëm vetët. Po pra tamam. Tamam. Tanët. Tani nëse në një ditë të bukur ai të fton në podcast. Po. Si do ikësh me çapam? Me çapam. Do ta pyes në fali, cili është kodi juaj se do ta nderoj. Po. Tash unë do ta nderoj me rregullat e tij. Okej. I vërtetë që rrugisa çfarë pe? Po çam bash? Ti bash kryetar më. Kishte sa epitete kështu po. Po me kë e kishte? E di se është kliko që ta zbulosh. E kuptova. Pse në Shqipëri edhe në momente triumfi BQ-ja zhvillohet shumë? Patjetër që pasa ka të bëj BQ për neshtë kryefjale ditëve barkodi. Se dëgjuesit e Kape Renën nuk din anglisht apo? Wow. Ç'është ajo fjalë? E nisëm edhe për sot Kape Renën, mos harroni që ky program është një prodhim i Club FM në bashkëpunim me Faktoje dhe që mundsohet nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë dhe normalisht nga unë çat do. Jo, du të rish në një qendrim të dur, ashtu siç e do dhe serioziteti i programit. Mos u afro. Jo. Mos u largo. Ti zemrën time, mos Anita Bitri, legjenda. Unë nuk të një ty. Anita e ditë sotme, ne po themi ajo që më rritet. Tani ne këndojmë një këngë, një vajzë vlonjate dhe ti nuk e di, më tani të lutem. Nuk e di tekstin, jo. Është njësoj sikur respekt për të ndjerën artist. Patjetër. Ne që kemi votuar vetëm djathtas, mos dim këngën e Sali Berishës. Po tani. Shqipëria po ndryshoj. Është tjetër gjë. A ku do dali po Jam shumë e vogël për këtë faqe.
Salberisha. Ne kemi kënduar edhe 3 këtë pa. Në një nga paraqitjet e tij të ditëve të fundit, jepi në rrjetet sociale, kryefjala cila është? Kryeministri i këtij vendi. Kush kryeministri? Ai lart që qëndron në mbi çatit e pallateve. Edi Rama tha se buxheti i shëndetësisë dhe i mirëqenies sociale për vitin e ardhshëm te kalon vlerën e 1 miliard eurove. Sa shef. Andor. Kujdesi me këto zgjidhime të foljeve, atë keqen. Mirë po, financimi për shëndetësinë dhe mbrojtjen sociale nuk e te kalon këtë vlerë. Po pse e ka thënë? E shikoj Kelin në panajir. E shikoj, domethënë përgjithsisht këto ditë nga që është panajir i librit, edhe atje tiri me grim. Pse? Nuk e di, domethënë është maska ime e përhershme. Okay. Madje nuk është as euro. Është Toma, jo Tomi. Financimi. E mos e na zgjeve pa lëng, dalet bëjmë çik muhabet apo. Okej, sipas projekt buxhetit zyrtar, totali i buxhetit për shëndetësinë dhe për kujdesjen sociale në 2026 është vetëm. E di unë. Tu se kjo vjen nga syri, ja ka thënë Flavio. Sot është e njëjtë, dil për jashtë në orën 6 takim me prindrit. Hajde. Shqyqyr që rini ulur në program. Si sa rële vika? Është përmirësuar çik Flavio, është përmirësuar çik si duket. Shumë në rregull. Është përmirësuar domethënë, nuk është më kështu vend numëro. Po, është dobësuar, e tham te episodi i kaluar. Okej, jo, them kështu si gazetar profesionist. Jan ul më burr. Ata sem gazetare ta gjykoj. Juve nëse mund të na ndiqni çdo ditë. Ma fal e dashur, po je person publik, je në in front of Ama, e di se sa vite për një shekull. Përshëndetin mendor, ke nevojë ta pyesot të lartë si përçative. Sa i lartë ishte ai krahasim me Melonin. Meloni i binte garipi pantallonave aty. Më tepër, 2 kokë më tepër. Wow. Shihni kur të bëhet kryeministri Zeqine. Sa e ka numrin e kombës? Se kam iden fare. 1 miliard ishte për Zeqine. Numri i këmbës. Thashë Zeqine. Tha komandanti, por në fakt totali buxheti për shëndetësinë dhe për kujdesjen sociale është vetëm 82.5 miliard lekë. Që konvertohet vetëm në 853 milion euro. Janë lek xhepi për qeverinë. Nga për llogaritjet rezultojnë se rreth 147 milion euro më pak se ajo që deklaron kryeministri. Po kryeministri do merret me lek xhepi, o ju të faktoje, se duhet ja themi. O ti Keli. Po sipas drejtorit të Institutit për Studime Ekonomike Zef Preçi. Zoti Preçi. Po. Po është mbiemër, jo emër. Këto janë nga Vunoj, këto janë nga Vunoj. E gjitha kjo është vetëm një propagandë ekstra për veshët e qytetarëve. Veshët në përfaqe. Po, profesor Zef Preçi thotë se përse duhet përmendur kjo shifër, thua se kryeministri po jep kursimet e jetës? Përderisa buxheti është kontribut fiskal i përbashkët i gjithë qytetarëve të vendit, nuk është se po na i falë. Ona duhet të shpërndahet. Thot Zef Preçi, unë mendoj që po na i fal. Shiko, tonat janë, po ne po të investojmë. Zoti Zef ngjan shumë keq. Tonat ishin dhe ato që i quhen te tyne final. Të tjera. Po ti në, domethënë, krahasimisht me Ema Andren, keni koment për atë ashtu apo? E kishte ai vetë një koment, sa kam qesh. Për Smell Mountain? Do shkosh ti më shumë, do shkosh ti apo edhe ti ke gjëra? Do shkoni, nuk ka bileta, le të doni ju. Nuk mund të rri dot gjatë aq mbyllur. Ju nuk flisni spanjisht, e kuptova. Pastaj unë mbaj veten që nuk ka kështu bir nëne. Nuk ka zot që ta ofron sukses. Vetëm panoramën e kam sukses. Zëre se nuk suplementi unë gruaja. Zëre se nuk e thash. Edhe nëse shohim strukturën e buxhetit shëndetësisë, vjet re një pabarazi e theksuar. Shi. Greta thuaj në një gjë si ka më shumë grasa meshkuj? Jo, shërbimet e kujdesit dytësor spitalet marrin pothuajse gjysmën e totalit, 49.2%, se ky popull është i smur më. Ja do ndryshoj nga tani. Po, ndërsa planifikimi, menaxhimi dhe administrimi, çfarë ndryshimi ka menaxhimi nga administrimi? Thuaj, guxo. Ka vetëm 0.6%. Shumë pak. Kujdesi parsor që do duhet të ishte baza e çdo sistemi shëndetësor funksional merr vetëm 8.7%. Nas tek Allah. Dhe ndërkohë për kujdesja sociale që shpesh përmendet si shembull i mbështetjes, kap vetëm 33.6% e totalit. Edhe si thaj, po lekët ku shkojnë? Lekët ku shkojnë? Apo mos i referohemi këtyre? Andor. Fsham. Zak Koçaju. Nëse do luaj me Andorën sot apo jo? Na ka ardhur një mesazh që tani më pëlqen shumë se pa i thënë numrin e telefonit në mesazhet. Imagjino kur ta themi. Si kënga më pëlqen çfarë? Pa i gjithë ato rreqet e Kosovës, e Peça Bobi. Kush? Si kush? Bob Dylan. Ai pra kryetari i PDG-s. Pse?
Nuk e di pse, po them, duhet ta vlerësojmë si fakt ta dorëheqjen. Do dalë Na jashimi. duket dorëheqja, domethënë kështu. Do dalë jashimi la të zuri kost 10 vjet. Vetëm Tosnano kemi parë ta bën. Nxorën Sarkozin për 10 ditë, do nxjerrin për 10 vjet atë. Pa, pra. Edhe s'ka dhe lezet, ja pres jam. Mesazhi që kishte ardhur është Greta gënjen sot. Po veri për çeshor. Edhe të mendosh që ne nuk e kemi regjistruar këtë. Ne nuk e kemi po pra. Si quhet mesazhi? Si quhet mesazhi? 3 numrat e fundit. Dërguesi është 006. Atëherë vetëm për 006-ën. Andor. E mjafton. Atëherë 06920702222 dhe plus 33 49551144 janë numrat tanë të telefonit, sepse do të luajmë për një abonim Tring OTT 1 mujor. Sepse do sportifikohemi dhe mbi të gjitha aty çfarë nuk shohim. Serie A, Bundesliga, Kup Italie, Kup Gjermanie, Champions League. Ore, do të program për familje. Ciklizëm. Ka program për familjen. Më pëlqen. Më pëlqen çfarë? Më pëlqen program për familje. Dhe ku konsiston ky program për familjen mbas orës 11 natës. Pyesin. Atë pyesin. Ato lotët e mi. Ku çfarë duhet? Do vazhdoj me quizin pra. Dakor, dilën temë. Unë dhe ti do lexojmë dy variante si për herë. Ti e para, unë e di. Një nga ne të dy gënjen. Çfarë? Vazhdo. A është e vërtetë që Korea e Jugut ka deklaruar se ka një lidhje mes vaksinave të COVID-19 dhe kancerit? Pra, më saktë, është e vërtetë që këto vaksina shkaktojnë kancer. Kërkimet më të fundit shkencore, që vijnë nga vendi më i zhvilluar aziatik, hedhin dyshime serioze për një lidhje të drejtë të vaksinave me kancerin. Ende nuk e kemi një përfundim shtërrues të këtyre kërkimeve, por emra të njohur të shkencave mjekësore, madje edhe në Shqipëri, po krijojnë bindjen se vaksinat e COVID-19 lënë pasoja të rënda për shëndetin e njerëzit. Dhe ky është varianti. Tani që ki parasysh gjithë popullin korean kur ta lexosh këtë gjë. Po, kjo nuk interpretohet sepse kjo është duhet që njerëzit të reflektojnë për të kuptuar cili nga ne të tre gënjen. Nuk thash interpretohet, ti duhet të kesh parasysh gjithë popullin korean. Unë nuk e kam kuptuar se gjithmonë fjalitë e mia fillojnë me një kallap të hapur. Këtë s'e kam kuptuar kurrë. Po ne anyway, do me klap të mbyllur. Jo, mos duhet të jetë fare klapa. A është e vërtetë që Korea e Jugut ka deklaruar se ka një lidhje mes vaksinave të COVID-19 dhe kancerit? Pra, më saktë, a është e vërtetë që këto vaksina shkaktojnë kancer? Tani e kuptoj pse Ema Andrea i foli ashtu aty. Po pra, skolastik pra. Deri më tani, asnjë kërkues shkencor nuk ka arritur në këtë përfundim në Korenë e Jugut. Por, si motivuar dukesh. Patjetër që po valla. Paske marr smell mountain në telefon. Sa thotë valla, ta rregullisht mesazhe. A keni qenë klas bashkë? Jo. Po 8 vjet. Vërtet? Po kam pas shokush dhe kam. E ke akoma? Këdo, Samir Pirgun ka pas klas 8 vjet. Do të thonë keni qenë të dy me Erion Veliajn. Jo, Erioni ka pas lagje. Erioni ka qenë një vit më i madh se unë dhe kemi qenë në shkollë në lagje në 8 vjeçare. Erioni se vet ju e di akoma duçen durrës. Erioni është unë dëgjoj kolegët e mi. Nga Burgu. I dëgjoj kolegët e mi dhe Eki ka shprehur që ka pas miqësi me Salilën. Po. Por e kundërta. Me Van Halen si ke pas shku. Shkoj në për koncerte. Kërcenin. Por e kundërta e këtij lajmi është përhapur me shpejtësi në të gjithë botën. Fal të ashtu quajturve influencier. Apo s'pëlqen? Influencier. Apo komplotist. TikTok. Çrëndsi ka. Madje edhe në Shqipëri mund të kesh ndonjë mjek që bazohet në kërkime të paqëna në Korenë e Jugut, patjetër, që lidhin kancerin me vaksinën e COVID-19. Ora kush po na rre, Greta apo Egi? Se kjo duhet parë. Një vajzë e bukur me sytë e zinj si Penelopa, po na gënjen edhe. Nuk janë zinj. 069207022. I kam pa vetëm natën, më fal. 49551144 më pëlqeu ka perrenën. Dëshironi të dëgjoni diçka shumë interesante. Patjetër. E keni dëgjuar besoj për paketën e maleve? Po, jam pjesë e. Paketën e maleve me mblërë. Jam pjesë e. Jo, është ndryshe, është ato maja riparit. Një herë më, një herë ta. Shumë duhet të ndërlagje. Për çlirimin e hapësirave publike në Theth, Valbon dhe Gjet, dhe fill pas tyre kemi dëgjuar për paketën e maleve. Në fakt po male nuk ka vetëm në veri. E vërtet, por ja, më dëgjoni me vetë. Sipas kryeministrit, kjo është një paketë e cila përfshin një sër masash që të gjithë ata që i kanë lënë këto male në kërkim të një jete më të mirë, të kthehen dhe me bukuritë e këtyre maleve çfarë të bëjnë? Të bëjnë sukses, të bëjnë ekonomi, të bëjnë, të ofrojnë mirëqenie.
Dhe tu lën fëmijëve të tyre trashëgimi një pasuri të jashtëzakonshme. Edhe mali në Çajubit nga mbrapa del në Zagorin Deran me këto shumë bukur. Pastaj del Labove Kryqit. I ka bërë Lali gjithë ato. Ema Andre. Poema thashë. Se po flisi për Çajubin. Kështu nisa ja. Ka pasur shumë kështu atje, mbjellje. Nëse mos e thuaj gjithë. Mos e thuaj se mos e kemi ne të tjerë të shok ato. Por nisma paketa e maleve e nxitur dhe argumentuar. Grua mu prish Kandar. Nuk është më i pari dhe argumentuar si mënyrë për të zhvilluar agroturizmin në zonat malore, po zbret në fusha, Bregdete dhe Kodrina. Siç më bën do ta bëj. Po pra. Fjala vjen. Bie fjala. Në Durrës nuk ka male. Fjala që bie. Por ka territore të tëra që janë kodrinore ku ka agroturizëm. Po Vila Zogut më. Po Durrës nuk ka male. Shëri gënjeshtër me bis. Sipas kryeministrit, kjo vjen pa diskutim. Një kemi na. Nuk e kemi këtu, po një kemi. Mbase edhe më shumë për Lezhën mund të vlej. Kështu është prehur i pari vendit në një takim me 61 kryebashkiakët e vendit, të cilët domethënë ishin plus minus 5, më 23 tetor të këtij viti, ku specifikisht u kërkoi të nisin hartat e zonave të përcaktuara për nismën paketa e maleve. Në të gjithë vendin, nga korriku i këtij viti deri në fundin e muajit tetor ka një numër të madh aplikimesh, i cili deri në fund të tetorit ishte 5520 në të gjithë Shqipërinë. Faktoja. Patjetër, Keli. Ama se nuk përmend emrin nuk është reklam. Andora. Ka zbuluar se për hir të shtimit të këtyre projekteve, mallet e Shqipërisë. Po sigurisht na le Andora ndeshën neve. Çfarë do thosh ti mos? Do kesh më fytyrë flasësh. Do kesh më gojë flasësh. Kuptojnë territorin mbi 900 metra mbi nivelin e detit. Prandaj, tani çfarë ndodh? Tani thjesht duhet pritur për të realizuar me gjithmend parullën e famshme të Shokut Verdit. A kemi 10 vjeçë? Ti futemi maleve dhe kodrave, ti bëjmë pjellore si fushat. Ose më mirë ti bëjmë pjellore për oligarkët. Kjo ishte me të hedhur me oligarkët, e ke parasysh apo? Me të hedhur mbi nivelin e detit për paketën e maleve. Ju vlonjatët keni një oligark aty. Ne vlonjatët. Këto edhe kadastrën e kanë stabilizuar. E kemi stabilizuar sepse megjithatë nuk ka rëndësi, e rëndësishme është që nëse ka mall që importojnë vlonjatët është oligarkia. Absolutisht. Nuk jam fare dakord me këtë. Po pse më malli mirë? Ne peshkaqen, e pa atë video. E pa i tipin. Shiko, e di sa ma kanë dërguar atë videon, jam mërzitur shumë. Po pse nga që e di që nga Vlora. Ti gatuash peshkaqenin. Jo, s'kam problem. Apo sa herë t'japin peshk për mua nuk ma jep. Pa Duroni Marçona. Po ti kërkoj çik vëmendje. Ti të duroni dhe thashë ta kam dhënë peshk. Kërkoj çik vëmendje. Ka një ditëlindje sot. S'ma ke dhënë çfarë, s'ma ke dhënë. Shumërime për ty, shumërime për ty, shumërime për babi. Shumërime për ty. Andor. Ore ti. Si ka emri babi? Agron. Ta gëzosh. Çfarë? Ka rezet olla. Dhe po thoja, nuk e kisha problemin as me Vlorën, as me Vlorën as me peshkaqenin. Me këtë duash ti me zemër. Kisha me veshjen aty tipit. Me ishte pra. Kostumi nuk e kishesh. Kishte edhe ato. Po kravat, mbate kravat. Ishte kostum direkt nga deti olla me gjithë plumçat. Pashe. E pe pash. Atëherë, kemi një quiz aktiv në këtë moment, rikujtojmë pak numrat e telefonit. Mund të jetë pasiv. Mund të jetë, por është aktiv në këtë moment. Deri në orën 17 do jetë aktiv. Si mendoni, a kanë thënë shkencarët korean se vaksinat e COVID-19 kanë shkaktuar përhapjen e kancerit? Na shkruani kush po na gënjen. Veçanërisht ju që na dëgjoni në Club FM Kosovë, por fal aplikacionit mund ta dëgjoni edhe në ishujt Fiji. Patjetër. Aty nuk mungon. Ka ngel vetëm aty ty. Po të ishull tjetër bur. Çipro. Kambodja. Po shitja po. Çipro, përkthehen në anglisht po ta mbajti. Pora. Cyprus. Ecim. Sipas një video që po qarkullon në rrjetet tona sociale ose rrjetet e atyre sociale, ose në përgjithësi rrjetet sociale, përfshi ato shqip folse. Se nuk thuhet rrjete shoqërore tani. Nuk e di. Ja fol me këtë shqiptar. Ato pyeta. Po jo. Pretendohet se një anije e madhe kroqer fal po pse qesh. Bla 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 ble ble ble. Kam një pamje shumë të bukur. Është duke hedhur plera në det. Do bësh një kështu, bëj çik servite. Do kapësh të lesh gjok se aman se në transmetim direkt. Gjov vllai ton. 102. 103. Timoni është me një timona. Po, ecim. Un kam lencin.
Është duke hedhur flera në det. Prandaj ankohesh për pamjen. Pa sigurisht që po. Video shoqërohet me postimin çfarë nuk ju tregojnë për kroçerat. Po pra. Pamjet e videos shfaqin hapjen e një porte gjigante të anijes turistike dhe hedhjen prej saj të një sasi të konsiderueshme ujë ose jashtëqitje nëse. Jo. Zërës dhe thash, brenda të cilës pluskojnë sasi të mëdha objektesh plastike. Por këta kur ndjesin me gjithë tapa. Patjetër. Por një sasi e tillë mbeturinash dhe ujë që derdhet nga një anije që vijon udhëtimin normalisht duket pak e besueshme. 1 minutë lutem. Patjetër marrim kërkesë nga Radio Tirana, kanali i parë, kërkojnë një speaker për treguar prallat fëmijëve. Kam bërë pralla. Ke bërë ti? Edhe di ku e kam bërë? Ku? Ke Trigu me sportifikon. Kam punu 8 vjet aty unë. Xhakella më lë top tira që pa lëndza. Unë kam sjell kafe aty. Super. Ke sjell kafe? Për ty more, për ty. Po. Unë kam qenë jurist te Tringu. Jo për ty drejt për drejt, do të thënë kafja që ti pije mundsoj. Dakor, e shikon. Po unë që kam qenë jurist te Tringu. Jurist. Nga unë çfarë do tani? Dhe paguhesh nga UKT-ja aty. Jo, më isha një juri. Që atëherë sportifikohesh aty. Nëse, një tjetër detaj që shquhet në këtë video është emri i shkruar për gjatë trupit të kroçerës, The Grand Aurelian. Sa po përgata. Si bicikletë Mifa. Nuk ka bicikletë kur e parë se haja dhe uja më sikletosi. 1 minutë lutem, 1 minutë. Aurelian, do ta them në stop, 1 minutë. Ndalo pak të lutem, merr frym thellë. Andorra. Fsha mot. Një tjetër. Po ka ndeshja sot. Po sigurt na e lën atonë. Nuk do kesh gojë të flasësh. Nuk do kesh fytyrë. Është efekti i kësaj që po themi, prandaj po na e lën. Mos i gjoni gjithë ato të dashur vlezën e modash. Këtë gjë po i kërkojmë, na e lën. A ka mundsi mund të vazhdoj apo ta lë fare? Se u lodha. Se kam dhe live në Emli sot. Megjithatë nga një kërkim në rrjet rezulton se nuk ekziston ndonjë anije kroçere e quajtur The Grand Aurelian. E frikshme. Si ka mundsi? E frikshme. Ka faktorë edhe me këtë punë merren. Ja, zgjidhni njëri tjetrin. Sipas rregullave të organizatës ndërkombëtare detare, kroçerat mund të shkarkojnë, po. Shkarkojnë. Ligjërisht, disa mbetje në Ocean, por më parë ato duhet të kalojnë nëpër impjantet e trajtimit në bordin e anijes. Ocean 11? Patjetër. 12? Po. 13? A diti që këto ujë pishëm i anijes është me filtra? Se në anija ka ujë dhe në Shqipëri s'ka? Shqipëri ka ujë, psa në kohën, ku? Çe do gënjeshtra? Shkoz nuk ka. Gënjeni, dezinformoni. E çut ndurës atë çunit. Kërkoni dhe ujë tani. Ha, vazhdo. Më pas, mbetjet mund të shkarkohen. Okej. Më pas, mbetjet mund të shkarkohen vetëm kur anijet janë larg bregut. Pam. E hëngri peshkaqeni Vlorës. Larg. Disa kroçiera, si është kjo kroçi era, më të mëdha kanë gjithashtu implante diegeje për mbetjet e ngurta të trajtuara. Si ka mundësi që nga bërë një regjistër tërë me folë më burë. Zakonisht mbeturina ndahen dhe dehidratohen. Çdo formë mbeturina, jo, po s'ka mëne. Do ata Andor, sa kesh ti? Po ç'ke më u fiksova me Andorën ti valla. Po luaj kombëtare sot më burë. Po pse më ti nuk i ke tifozë fanatike ultra se ti je tifoz normal. Kush ta? Ai është tifoz fanatik. Ky? Po. Mos. Po Juventus. Po mirë, po shkojmë mirë me Spalletin. Apo do ta heqim? Pyet më. Jo, po mbyllë. Me qëra fjala, Memli Krasniki ka dhënë dorëheqjen nga PTG. Ti referohesh. Po. Dhe Ladrovci thotë nuk ka bir kë. Vërtet? Më largoj mua nga PTG. Bir kur e fjala. Çfarë keni për të thënë për të zoti Lagnori? Dhe ti tani e vlerësoj si fakt. Do të çfarë mendimi ke për PDK? Le ti kthehet i popit. Rruga, lirin ma fali. Jam stari rruga. Nuk bëhet ka punë, nuk ecet më tej. Bëhet Shqipëria me shqiptar. O vëlla. Mos harroni që kemi një quiz, nuk e di se kush po na gënjen, Greta apo Egi. Dhe si mendoni, ja kanë thënë shkencëtarët koreanë se vaksinat e COVID-19 kanë shkaktuar përhapjen e kancerit? Na shkruani 06920702222 dhe +33 49 55 11 44444. Ti keni bezdisur që nga unë ma fëmë si pasha. Jo, ky program është një prodhim i Club FM, mbështetur nga Faktoje dhe mundsuar nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Shumë bukur. Si mund të mërzitem nga syri jot i shkruar.
Flavio. Do mblidhemi të hamni suktiash me Flavion. Atëherë tani do hym në një temë që është, si thuhet, se jeni të televizion, patatja e nxehtë. Nga barazia gjinore. Është Estinës, E kam shkruar. Është Estinës. Se ke dhe atë pjesën time ti? I kam shkruar vetë gjitha ato. Mendoj. A është e vërtet? Rrini pak serios. Që ligji për barazinë gjinore lejon martesat e së njëjtës gjini? Po pse jo? Çat keqe ka? Unë nuk pyeta a ka jemi dakord ajo. Ka i problem. A është i vërtetë? Mund ta modifikojmë. Po. Andor Fratline. Varet si ndihet. Unë jam dakord me këtë. Varet si ndihet. Në fakt, për pyetjen që parashtrova të nderuar, kështu pretendohet në një postim që ka marrë mbi 500 pëlqime, 600 komente në Instagram. Është shumë pak, nuk e di pse, nuk e kam shkruar. Un kam 500 gjithandej, ë. Me thënë të drejtë, ke 500 kote. Po mund të flasi burri për këmbë. Po 500 këmbë valla, po 500 pëlqime i kam merrë shife. Po verifikoj për zotëri sferat. Lutem, deri 500 k, Të smalën se edukata. Po e keni ju burrat. Andor. Pretendon megjithatë. A mund të vazhdojmë këtë program? Bëjmë shpirt çfarë dush. A do t'i fare me Kelion? Jo, mund të shkoni tani se ligji është miratuar, por çfarë thuhet në këtë ligj? Çfarë thuhet në këtë ligj? Ky me rob shtëpie. Ky postimi. Me burr mami. Me burr babi nuk gënjej. O zoti, më parësi burr live dashuroj. Ku pretendohet se Shqipëria e ka miratuar pra ligjin që lejon martesat midis personave të së njëjtës gjini. Megjithatë, si u bëj? Shqiptarët jo shumë përgjithësi. Mirë. E bëri kështu me mimikash. Kush? Po e hap mikrofon. Nuk më la. Se të kam me shok më, të kam me shok. Kam shumë xhandi. Ç'është ky shok? Megjithatë, shqiptarët shok. Varet si ndjehet. Është shok goditje më. Ma ka thënë si ndjehet. Kam shumë shok goditje. Shqiptarët homoseksual apo biseksual mblidhuni këtu apo jo? Po ai që ishte parlament gjermanisë sot mëngjes. Ajde zaç. Ishte fantastik. Ka 15 vjet. Ajo ka 15 vite po pra. Ne ajo u postua me që është Estinës. Estinës e kuptova. Edhe i postoi pari Sazan Guri e postoi pari. Nuk e di a keni parë? Bravo. Pa që ka Pellaz nga jetë. Ne, Kleopatri. Tjetër që ishte Pellaz. Atëherë ky postim është i rrem, nuk duhet të gëzohemi shumë. Martesat mes personave. Po pushat se po flet Greta. Të së njëjtës gjini mbeten të jashtëligjshme në Shqipëri. Pa le çfarë thon për ne. TV-besa. Ç'është kjo TV-besa? Se di pyet besit, ky ç'a është ky? Punë të tyre. Besit. Po është Dardani. Kam qenë ftuar. TV-besa e ka postuar këtë pretendim pas miratimit në Parlamentin e Shqipërisë të këtij ligji të shumë përfolur mbi barazinë gjinore në nëntor të 2025-s. Come sempre. Megjithëse projekt ligji ka qenë në qendër të keq informimit në media dhe rrjetet sociale, askush në Shqipëri, dashamirës apo dashakeqës ndaj këtij projektligji nuk kanë pretenduar se ai do të lejonte martesat mes personave me seks të njëjtë. Shpejt do të kthejmë në kasetës. Madje ky ligj sapo kaluar në kuvent nuk është aq shumë gjithëpërfshirës, por përkundrazi i ka gjinit e ndara në burr dhe gruat. Partizanët e secilës palë shpesh ngatrohen me dashje ose pa dashje në fjalët që përbëjnë ligjin sipas interesave që ata përfaqësojnë dhe kjo është e vërteta, më thënë. Pas pakit para di rrenave. Mil. Kape Renën me Kelin, Gretën dhe Egin, çdo të njëjtë, nga ora 16 deri në 17 në Radio Club FM Shqipëri dhe Kosovë. Kape Renën është një prodhim i Radios Club FM me mbështetjen e Faktoje, mundësuar nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Dhe po thonim Sa është kjo miza, më ka hyrë mizë sa unë kom. Është ekranit e kanë sjell ata domethënë. Pashëm video të Fevziut para pak dhe u mërzita shumë. Ajo e Gardelinës. Ç'ishte video të mëshme? Ua, sa kam qeshur. Ne kemi kolegë u mërzita shumë, ua sa kam qeshur. E kupton se me gjën, domethënë si mund në këtë kohë kaq të arta dhe të gëzuara për kombin tonë. Është kohë klikimesh, domethënë njerëzit shkruajnë libra. Shihni se si është fati në jetë, e tregon kjo video e trishtë. Hape telefonin, kush të mori, domethënë. Po telefonojnë në Club FM. Po telefonojnë në 069 20 70 222. Dhe nuk po telefonojnë +383 495 1144, por e kanë të gjithë mundësinë linjën e hapur në Kosovë. Do dërgojnë SMS, sepse në fund fare ne nuk e dim akoma se çfarë po ndodh me atë kuicin ton. Ta shoh pak leshin e Gjoksi. Kush mund të ketë gënjyer?
Egi apo Greta. Po tash. Dhe ndërkohë që ne jemi në Club FM Shqipëri në këtë moment on air. Gjithashtu në Club FM Kosovë, nëpërmjet aplikacionit Radios Club FM na ndiqni Maqedoninë e Veriut, Malin e Zi, kudo në rajon Europë, gjetkë, sidomos në ishujt Fiji. Edhe Kambodža. Që po luajmë për një abonim 1 mujor në Tring OTT. Kam punu 8 vjet. Hey, ti sportifikohu me Tring. Bukur. Pëlqeu kjo. Mo çfarë do, mo që më bën dorë. Kishim nga këto. Po kontrollon për vesë. E rëndësishme është filloj me hit paradin e Renave. Seriozisht. Seriozisht? Lo pa kapishte? Top 5 ka për Rena. E më 3 orë din Për tempo. këtë javë. Bëj që kush kur të ciklin në bërë Një video për këtë cikël, si mund ta kontestosh domethënë? Ata plastikin fare. Po flet Greta. Duhet të kesh respekt për seksin femër. Në rregull. Parazia gjinore quhet kjo. Gerto vazhdo vlla. Po më zemra, një video që po qarkullon në rrjetet shoqëror. Përfshir ato shqipfolse, tregon një ritual hebre, i cili përshkruhet si diçka diellëzore. Më pëlqen shumë që keni gjithmonë këto lajme sataniste mi lë mua. 500 fëmijë. 500 unë përkas një botë tjetër. 500 fëmijë zhduken në vit në Europë. Sa are? Po. Gjyqa. 100.000 vetëm në Gjermani. Dhe për çfarë? Për rritet satanike të kazarëve turq. Sa qevi ketë kujtë. Duke nënkuptuar hebrejt. Fiksit kos. Por në fakt jo video tregon një grup burrash. Një do ta ty patjetër, edhe do ta shoh. Një grup burrash me veshjen tradicionale ortodokse hasidike, duke goditur një kukull që varet nga një trekëmbësh. Madje duke bërtitur Andora. Një kukull me 3 këmbë. Po. Vallzojnë dhe ngazëllehet. Tripod. Si Fevziu kur tregoi Maqedoninë. Bëhet fjalë. Si e tregoja atë videon ai sot, nuk mundem. Për festën hebraike Purim. Purim shqiptar apo jo? Nuk e di, domethënë. Lexohet siç e ke lajm. Vetëm e shkruani, nuk. Varja e kukullës. Varja e kukullës. Mund të valja e kukullit ose varja e kukullës. Është një rikrijim i varjes së personazhit biblik Haman. Në anë të motorit të kërkimit të imazheve, Google Reverse Image Search faktoje zbuloi disa video. Okej, e the. Po prapë më faktoje. Disa video të së njëjtit moment të xhiruara nga kënde të ndryshme, të ngarkuara në YouTube, qysh në mars të 2016-s. Ti e di që hebrejt kanë shprehje fantastike për këtë situata. Jo, po di shumë gjëra për hebrejt. Toç kukulle. Më pëlqen. Andor. Na ka shkruar përshkatari nga Vlora. E përshëndesim. Urime për emisionin një të komunikojë që është të numëruar. Na ka përshëndetur. Ai që ka kap peshkaqenin. Po. Ajo që ka kap apo ai që ka kap? Tash nuk e dim sepse do ishte shumë ironike në dogënjente sepse ky program quhet Kaperrenën, po ai thotë që quhet Armando File, peshku në fjalë nuk është peshkaqen, por është licë. Ky peshk është familje pelagjikëve. 2 kg do ti më? Jo. 4. Ai kishte kap kështu peshk madh valla, ishte. Po pra. Si ishte lica nuk bëhet aq e madhe. Unë se njoh licën. Sirra. Nuk ka nevojë ti bësh research ose search. Ecim. Okej, vazhdo. Okej, le ke radhën ti vlla. Rena numër 4. Është fabrikuar një video në cilën kryetaria e grupit parlamentar që dalësh mirë, se të gjendë në shtëpi. Të lidhjes demokratike të Kosovës, Hykmete Bajrami, sa të shkon. Dhe ish kryetari i listës serbe Goran Rakić, shihen duke ecur dorë për dorë. Ore lule bore. Bravo. Video është gjeneruar përmes inteligjencës artificiale. AI. Dhe një gjë e tillë nuk ka ndodhur kurrë. Madje audio e përdorur është montuar pasi janë shkëputur nga 2 pjesë të intervistës që Bajrami kishte dhënë në Debat Plus. Bajrami. Pse Bajrami më nuk i referosh? I referoni doktor Bajramit. Jo, Bajramit. Ajo në këtë intervistë kishte thënë se nuk e kanë dashur të bëjnë koalicion me listën serbe për formimin e qeverisje të shkurtër, megjithëse ajo vetë në parim nuk kishte për të qenë kundër një koalicioni me këtë parti. Okej. Sa më pëlqeu. Ma ik tani boll vraj mizat më se nuk e për këtë bicikletë më intelektuale apo jo? Sa i bicikletë më burr. Na ka Andora me Shqipërinë. It's my time. Rena numër 3. It's my turn. Yes. Janë të re me pretendimet se mund të rikthehet shikimi 100% pa marr parasysh shkaqet e humbjes së këtij shikimi. Oftalmolog më dukesh. Në një postim të rrejshëm pretendohet se shikimi mund të kthehet duke përdorur një serum të prodhuar në kushte shtëpie. Serum thash. Oftalmologu Burim Zhuri ka thënë se katarakta apo si njihet ndryshe perdja e syrit nuk mund të largohet me serume apo pika të ndryshme.
Ai ka shpjeguar se ka raste kur ka dëmtim të nervit të syrit, I cili shkakton verbëri të përhershme. Okej. Në datën 27 tetor, faqja në Facebook Shenli Sweet Viana 5520 ka publikuar 7 kiamate perse. I do 5520. Nese. Ka publikuar një artikull rreth rikthimit të shikimit me 100% efekt nëse paregjumit pi një lugë të një ilaçi çuditbërës, të cilin e merr kur klikon një link. Më bën ja 2 muaj. Patjetër Luciano. Kur e bën këtë veprim shkon në një tjetër faqe që nuk të jep ilaç për syrin, por për tensionin e lartë të gjakut. Wow. E tmerrshme. Ky ku ti besoj, s'po dim çam. Nuk se kemi ç'topim. Nuk e di. Keni tjetër. Është e rëndë, domethënë si situatë, jashtëzakonisht e rëndë si situatë. Rena numër 2. Është e fabrikuar video në cilën 3 udhëheqës të partive politike të Kosovës paraqiten duke folur serbisht në seancën e Konventit të Kosovës. Po mima ato e flasin atë gjuhën. Jo, po nuk mund të flasin dot në parlament, jo. Po jo më mund të. Se me njëjë si gjumë folur këta. Deputetët Memli Kresniqi I PDK-s, I cili dha dorëheqjen. Po pra. Lumir Abdigjiku I LDK-s dhe Ramush Haradinaj I AK-s nuk kanë folur serbisht në seancën e Konventit. Video është manipuluar duke u zhvendosur zëri I deputetit Igor Simić I listës serbe. Igor Simić është futbollist. Vërtet? Po, një Simić. Me kombëtaren greke. Nuk ka rëndësi, po. Një faqe në Facebook ka publikuar një video të 3 liderëve të opozitës duke pretenduar se po flasin serbisht në Konventin e Kosovës. Mjafton të hysh në arkimin e Konventit të Kosovës më 26 tetor, ka të një shok të ditë, dhe mund të ndjekësh fjalimet e këtyre politikanëve dardan në gjuhën shqipe. Me ndonjë turqizëm nëpër të, por as pak në serbisht. Tani turqishtja. Leila. Është e pranueshme sepse ne kemi mësuar prej historisë. E kemi mësuar italisht nga televizioni. Tani po mësojmë turqisht nga televizioni. Leila. Bile kafa tutuja. Nejo. Me le. Sloveni fsha. Se dun me Kosovën mas 3 ditësh. Nuk del kjo miza me shtin në kontratank. Në kontratank. Nëse do të më afrohet, nuk do jetë sken shumë e këndsh. Po çha? E mamen vend e parë javës si shkoi? Isha unë. Kush ishte? Po jemi ke vendi 2 tani më. Është vendi 2, s'keni dalë ke vendi 2 ka greva. Jo, e mbarova vendin e 2. Mbaroi, iku vendi 2. Atëherë jam unë. Se ti e ke vendin e parë prapë? Unë nuk futem gjithmonë me komandë, nuk futem kështu. Po. Pse e ke vendin e parë? Ja, pyet të vajzën që ke përballë. Gjithmonë. Zonja, pse ka kili? Rini qetë njerëz, rini qetë. Kështu fillon, vendi i parë. Ali Ahmeti. Mund ta bëj dhe unë këtë. Rini qetë, në toni më. Ali Ahmeti, udhëheqësi I Bashkimit Demokratik për Integrim BDI në Maqedoninë e Veriut, është mirë me shëndet si kokra e mollës së Dibrës. Sa mirë. Një fotografi që ka qarkulluar në Facebook pretendonte se Ali Ahmeti ndodhej I shtruar në spital si pasojë një tubimi të koalicionit të partiveve shqiptare Vlen. Intubimi? Jo, tubimi. Intubimi. Mos e ngatropishën me Berishën. Kuptoj. Vlen, të cilët janë kundërshtarët e BDI-s dhe fituan zgjedhjet e atjeshme vendore duke çuar ujtë Slavo Maqedonët në pushtet. Megjithatë, nuk ka asnjë dëshmi të besueshme që një gjë e tillë ka ndodhur. Pse si e thash besueshme? Besueshme që një gjë e tillë ka ndodhur, ndërsa verifikimi I fotos ngre dyshime për një imazh të krijuar nëpërmjet inteligjencës artificiale. E kuptova. Origjina jo reale e fotos mund të dallohet përmes një vëzhgimi të afërt që tregon natyrën artificiale. Pse është më bra? Apo të bukurin kur nuk është. Okej, artificiale. Me kështë I fosë Ali Ahmeti? Me andorën. Me natyrën artificiale të sfondit, si dhe kontrastin e ngjyrave midis dhomës së errët dhe dhomës tregtisë dhe fytyrës së ndriçuar të Ahmetit, e cila ka një pamje plastike dhe jo natyrale. Po vendi parë që ishte javës tjetër, e the edhe herë tjetër, domethënë nuk mund ta thuash dot për herë tani të njëjtën gjë. Mos harroni që jemi duke luajtur për një kviz. Është një kviz aktiv. Në momente kush ka gënjur unë apo Egi, por le të gjejmë në i herë 0692070222222 plus 383-4955-144 është numri në cilin mund të na drejtoheni. Dhe mos harroni që ky është një program që prodhohet nga Club FM, mbështetur nga Faktoria dhe mundsuar nga Naboneo Zot. Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Më fute në valle tani nuk dal dot urdhro. E tu manku. Pse se kemi ka pasnjëherë të këngë, nuk tes për të këngë. Më thuaj një këngë nga Andora.
Mora fjallë, mora vargun, mi bur qarkun me të go. Jo, unë nuk këndoj për Andorën. Andorra. A është e vërtet, Morçuna? A është e vërtet që Korea e Jugut ka deklaruar se ka një lidhje mes vaksinave të COVID-19 dhe kancerit? Pra më saktë, a është e vërtet që këto vaksina shkaktojnë kancer? Kërkimet më të fundit shkencore që vijnë nga vendi më i zhvilluar aziatik hedhin dyshime serioze për një lidhje të drejtë të vaksinave me kancerin. Ende nuk kemi një përfundim shtërrues të këtyre kërkimeve, por emre të njohur të shkencave mjekësore, madje edhe në Shqipëri, po kryejnë bindjen se vaksinat e COVID-19 lën pasoja të rënda për shëndetin e njeriut dhe ky është varianti im. Okej, tani kemi dhe një variant tjetër i cili do jetë pak më dramatik, sepse është më merr mendja një variant që ka pesh. Nuk interpretohet. A është e vërtet që Korea e Jugut ka deklaruar se ka një lidhje mes vaksinave të COVID-19 dhe kancerit? Domethënë mos i lexo si Benderhemi dokumentarët e Radio 1. Pinguini Xhaxhi. Pra, pinguini Xhaxhi. Pra, më sakt, a është e vërtet që këto vaksina shkaktojnë kancer? Deri më tani asnjë kërkues shkencor nuk ka arritur në këtë përfundim në Korenë e Jugut, por e kundërta ndodhi i ke larg ato dimrit e jetës time e ka këtë lajmi. I ke larg ato dimrit e jetës time. Bravo, por e kundërta e këtij lajmi është përhapur me shpejtësi në për të gjithë botën. Fal të ashtu quajturve influencer apo komplotist, TikTok, tek apo çift, whatever, anyway. Madje edhe në Shqipëri harroj. Mund të gjesh në një mjek që bazohet në kërkime të paqena në Korenë e Jugut që lidhin kancerin me vaksinën e COVID-19. Skam harruar puthje. Ka ardhur një mesazh shumë interesant. Okej, që do doja ta lexoja sepse ta ndash me ne. Fillon me urime për emisionin. Jo, nuk nis kështu, por fillon me Egi. Është episoda e 10 dhe nuk ka një urime për emisionin. Fillon me Egi, është më bukur se sa urime për emisionin. Nuk është Egli. Elçemi. Egi, të lutem, mund t'i bëj një pyetje Kelit? Pa ti Veveos. Po pse nuk ma drejtojnë mua këtë? Uri 3 orë me Kelin. S'del kjo miza me Ivon Flakën. Dhe pyetja është Keli. Çfarë mendimi ke për Ermal Mamaqin? Andor. E kemi të pruar sot. Sot kemi folur shumë për Flavën dhe për Molin. Jo, për Flavën s'kemi fol fare. Ua, paç me një paragraf 8 fjali. Po pse çfarë do i bëjmë me Flavën? Është i vetë një emision kur i nul. Po, tamam. Eci më tej. Mund ta ndiqit mërkurave, sa është gabim. Jo. Mërkurave. Tani do shpallim ne fitues se kemi punë. Mund ta shpallim. Blenardi dërgon mesazh Greta. Pik. Urime për emisionin. Pik. Kaq, urime për emisionin. Më në fund. Faleminderit. Na prezantoni me fituesin ose fituesen. Atëherë, fituesi është duhet i gjej emrin. Po. Na thuaj 3 numrat e fundit. Po, do t'ju a them edhe. Bingo, s'është. Jo, s'është. Moment. Kontrollojmë në të gjitha platformat. Atë derisa ta gjesh ti, un po them sportifikohem me Tring me këtë super fushat. Tring sjell moton e kësaj vere dhe Stine. Dhe prezanton sezonin spektakolar 2025-2026 platforma me madhe televizive sportive në Shqipëri, sjell ekskluzivisht. Kampionatet sportive më të forta në botë. Thuaj një ti që e di që është i fortë. Ju lutem. Bundesliga 1 dhe 2. Da. Champions League, UEFA Super Cup, Serie A, Kupën dhe Superkupën e Italisë, Superkupën e Gjermanisë, si dhe risia e sezonit, NBA, 3 pikësh tjetri. MotoGP, Superligën portugeze dhe jo vetëm. Bukur shumë. Sepse ka transmetime live. Shigje. Komente për gjithë familjen. ZB. Filmat, serialet e fundit, premiera ekskluzive në çdo kanal, mbi 13.000 evente në video on demand. Cilësi absolute 4K, të disponueshme për tu për në çdo kohë kudo që ndodheni. Prandaj abononi dhe përfitoni. Dhe sportifikohuni. Le zhvishuni mbas kësaj. Shumë lirë me 10.900 lekë. Po pra. Po këto mirë. Dakor, pa ai ose ai që fiton e ka pa lekë një muj. Dhe ka fituar në fakt kam pyetur për emrin, ende nuk është përgjigjur. Një numër me 189 ka fituar
një abonim një mujor në Tringo të urime, është ndër rastet e rralla që të gjitha përgjigjet janë të sakta dhe unë po ndjem pak e keq sepse janë gjitha Greta gënjen. E po mirë sa shu edhe njëti mashtruese. Në përgjithësi gratë shu janë. Ja. Të çojnë te burimi dhe stjapin ujë. Gratë mund të jenë kështu, po ti s'ke pse thua këtë. Ti si burr. E kuptova domo. Në fund fare dikush e ka. E kam heq nga goja ta kam dhënë ti. E dikush e ka fare. Patjetër, ai diet. Po Sara si më Sara. Ky po me dy sa për Shqipërinë. Atëherë ne po ikim, ju lëm takim nesër në 10 orë në tjetër. Jo. Ja, të njëjtën e ardhshme, kemi një përshafim për dhënë. Tani na falni pakës. Kape Renën është një prodhim I Radios Klab FM me mbështetjen e Faktoje, mundësuar nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.